Unë i kom zirë 5 përfundime cilat i publikova para se barë, po du me i përsërit. E para është kjo, që s'ka 70%, s'ka 60%, s'ka as 55%, e besa as 51%. Kur t'lun me një vend, edhe përkesh një vend, edhe gjeneron kriz, në fund kthehësh ma poshtë se sa ku ke qenë. Mesazhi i përgjithshëm i qytetarëve ndaj partive politike është që duhet me u fokusu me i zgjidh problemet politike me kompromis, edhe me prodhu qeveri e cila ka shumë rezultate të prekshme se sa kjo që është deri sot. Përfundimi i tretë është që dalja ma e ulti ka gordit sidomos 3 partitë e mëdhaja. Si në bazë të rezultateve preliminare, këto që apo i lexojmë, vetë vendosja i ka diku gati 200.000 vota më pak tash se sa që i ka pas në 10 orë. PDK-ja i ka afër 50.000 vota më pak tash se sa që i ka pas në 10 orë. LDK-ja është pak më pak votues tash se sa që i ka pas në 10 orë. Dhe Alianca duke që e ka rujt këtë trupin e vetë elektoral. Mesazhi i pestë është polarizimit në këtë vend duhet i vije fundi. Dërsa mesazhi im është mos t'i shkon mendja me na quë edhe një parë zgjedhje. Kujt? Partive politike. Gjithë. Po. Edhe i shtati mos të bojnë propagandë asnjë për partive politike që i kanë fituar, që i kanë marrë. Kjo flakaresh e qytetarëve të Kosovës, lojnave tyne, me pas kaç unë jo marrë me politike dhe e di që çdo njeri në politikë ka gjur numrin e votave, jo veç përqindjen. Ata nuk mujnë me qenë të kënaqur me numrin e votave cilat e kanë marrë. Kështu që uroj që të mbizotnon racionaliteti dhe që nesër të takohen dhe të mirën vesh për krijimin e institucioneve stabile dhe edhe zgjedhjen e një presidenti konsenzual të këtij vendit. Faleminderit shumë.